tek Toyota Albania ka pasur një problem që është edhe raportuar nga autoritetet. Pikërisht për këtë do të flasim me ekspertin e sigurisë rrugore, zotin Fatmir Hashu. Zotin Hashu, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje dhe për sakësim, unë jam inxhinier mekanik transporti me njëje speciale për automjetin. Faleminderit shumë. Është një titull që ju e keni, ndjes nga ana jonë që nuk e referua? Jo, nuk ka lidhje me atë, me temën, domethënë jam një profesionist që mund të flas qartë, saktë dhe teknikisht. Pra, ka pasur probleme për Toyotën të referuar edhe nga autoritetet sa i takon airbagëve. Pse ka ndodhur kjo? Sepse Toyota cilësohet si një nga makinat mjaft mira. Shiko, sa për parantezë, sot unë kam lexuar në dje më saktë, kam lexuar për shembull që për një problem tjetër, po për probleme se mund të digjen makinat, ka tërhequr nga qarkullimi BMW-ja rreth 75.000 mjete të prodhimeve viti 2000 dhe 2022. Pra kjo nuk është ndonjë praktikë të vërtetën. Në njohjen time personale që nga viti 1990 dhe këtej, kur unë jam marrë në qik direkt me automjetet, me pjesë të këmbimit, shumë herë firma dhe të shquara të prodhimit të automjeteve, mbasi bëjnë shumë testime gjatë kohës së përdorimit të mjeteve, gjejnë problematika për të cilat pastaj marrin masat për riparimin e tyre, ose me zëvendësim, ose me tërheqje të mjetit komplet. Pra është një praktikë e njohur. Nuk duhet të habitemi, juve ndoshta tani e keni dëgjuar për herë të parë, po për mua është një gjë normale. Po sa të rrezikshme janë fite për 14.000 makinat, njëjtë siç neve u dërguam edhe shkrimin. Sa e rrezikshme është kjo? Atëherë, unë lexova atë që ju më dërguat, e para njëherë kjo është pozitivitet nga kompania shumë e madhe Toyota, që lajmëron përdoruesit e mjeteve të një kategorie mjetesh, që janë për shembull sipas viteve përkatëse, që edhe në vendin ton ekzistonin diçka më duket mos gabojmë 1400 mjete, dhe që ishin marrë masat për tërheqjen e tyre ose çuarje në servise specializuara për të parë gjendjen teknike. Tani normalisht duke qenë se airbagu është një element i sigurisë pasive që quajmë ne në teknik, shumë i rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit, sidomos të përplasjet, unë mendoj se është një problem serioz. Dhe në këtë pikpamje, kushdo që merr njoftimin, duhet të vejtë paraqitet menjëherë pranë serviseve të specializuara të Toyotos, këtu ose jashtë vendit, sepse në fundit numri i automjetit, i serisë automjetit është i përcaktuar dhe ky problem zgjidhet. Pastaj e din ata servisit se çfarë mënyre ka zgjidhjeje, ose riparim në vend të mjetit, ose zëvendësime, po mund të ketë mjete që mund të rriqen nga qarkullimi, kur nuk riparohen plotësisht. Kush i paguan këto dëme? Personi individual apo kompania? Në rastin konkret, jo, janë çështje e kompanisë. Unë do t'ju jap një shembull të parafort me Mercedes-Benzat e vitit prodhimit 2000-2002, në mos gabohem, që patën probleme në sistemin e frenimit dhe të gjitha mjetet që shkuan ke serviset e Mercedesit në gjithë Europën u bë riparimi, çdo gjë në rregull dhe përdoruesit ose ata që i kishin pronarët nuk kanë paguar asnjë cent. Për këtë jeni të sigurt. A mund të jetë më i madh numri se mbi 14.000 automjete dhe si njoftohen këto individ, këta persona që kanë në zotërim këto makina? Shiko, kur blen një mjet, ti natyrisht që ke dhënë të dhënat e tua si pronar, përfshirë numrin e telefonit dhe emailin, dhe ky është detyrim i shitësve të njoftojnë menjëherë ty për marrë bilet. Duhet të ketë një kohë të përcaktuar se ti kur duhet paraqitesh në servis. Sepse ndoshta me kalimin e kohës mund të rritet problemi dhe ti mund të kesh pasojat të cilat janë pariparueshme. Dhe prodhuesi e quan veten të larë, sepse thot realisht unë të kam informuar. Pra në momentin që ti do marrësh informacionin, për mendimin tim, duhet shkosh direkt të gjesh mundësinë të lidhesh me servisin, të lësh orarin dhe shkosh direkt për të u paraqitur bashkë me mjetin. Zoti Hashu, pse nuk ekziston një regjistër publik online ku çdo qytetar mund të verifikojë çdo problematikë që mund të ketë automjeti i tij? Shiko, problemet që rindin në automjet nuk janë vetëm nga prodhimi, po ato janë dhe nga përdorimi. Prandaj në këtë pikpamje nuk mund të themi se duhet ketë një regjistër kombëtar, sepse në asnjë vend të botës nuk ekziston. Por ama firmat prodhuese, sidomos për blerësit e parë, i kanë të gjitha të dhënat e sakta dhe pastaj nëpërmjet, për shembull, po marrim rastin e Shqipërisë, nëpërmjet Drejtorisë së Shërbimeve të Transportit Rrugor, ti mund të marrësh dhe një person të dytë që mund të jetë shqiptar, pasi është bler,
është përdorur 6 muaj ose 1 vit, të jetë rishitur, por ekziston, domethënë, baza e të dhënave për ti ta gjetur personin kush e ka në këtë moment automjetin. Sa automjete të markave të tjera ju e përmendët edhe BMW-n, por mund të ketë edhe marka tjera si Mercedes-Benz, Honda, meqense është po e Japonisë, që mund të kenë probleme të ngjashme, por që nuk janë referuar dhe nuk dihet. Shiko, të jemi të qartë, po e filloj dhe herë nga fillimi. Çdo kompani e madhe që prodhon automjete, për serinë që prodhon, i mban në monitorim të vazhdueshëm për problematika, bile ju e dini që ka shumë forume në sot në zhvillimin e teknologjisë, ku të gjithë ata që kanë mjete të përcaktuara japin shqetësimet e tyre. Dhe kompania mëmë që ka prodhuar i merr këto shqetësime, bën testimet e mundshme dhe kur gjen probleme të kësaj natyre që kalojnë një numër të caktuar mjetesh, nuk mund ta them tani se sa mund të jetë ky numër, sepse kjo është në ato prioritetet që kanë çdo kompani, dhe në rast se ky numër kalohet, pra nga kufiri që ata kanë përcaktuar, menjëherë thon stop dhe fillojnë gjejnë zgjidhjet e problemit dhe njoftojnë pastaj të gjithë përdoruesit që të vënë dhe të rregullojnë këtë problem. Zoti Hasha, është më i gjerë këto problematika, duke qenë se kemi shumë automjete të importuara nga jashtë dhe shpeshherë me historik të dobët të tyre, të përdorimit të tyre? Ju më preket në një pikë tani që këtu ka të bëj një element të cilin unë personalisht e kam kërkuar që në 2014 në Kuvendin e Shqipërisë, në ndryshimet që u bën atkon kodin rrugor, të jashtëquajturi nen i homologimit të mjeteve. Mendoj, por në fundit jam shumë i sigurt se jemi ndoshta i vetmi vend në botë, këtë nuk e diskutoj, ku tek ne mund të futet çdo lloj mjeti, pavarësisht se si ka kriteret teknike, sepse askush nuk i kontrollon. Unë kam qenë gjithmonë kritik për ardhin e mjeteve nga kontinentet e tjera, që nuk i plotësojnë për mendimin tim profesional të gjitha parametrat teknik për të qarkulluar në Shqipëri. Dhe këtu unë kam parasysh që nga rregullat e trafikut që kemi ne, që ka parametrat e temperaturës, lagështirës, e tjera, që duhet plotësojnë sa kondita. Këtu vazhdojnë akoma të hyjnë çdo lloj mjeti dhe kontrolli që në dogan, unë besoj se s'ka më të doptit. Mjaftojnë vetëm e marrjen e asaj tarifës doganës dhe këtu mbaron cikli i kontrollit të shtetit shqiptar. Zoti Hasha, ne kemi parë kohët e fundit që shumë automjete digjen në rrugët e Shqipërisë, a është ky problem si rezultat i kësaj problematike që ju parashtruat? Jo, nuk mendoj se është problem i përvetshëm, që ne duhet të themi që ky është shkaku, sepse janë shumë shkaqe të tjera teknike që ndikojnë në djegjen e mjeteve, shumë shkaqe të tjera teknike që kërkojnë një emision në vetë, në fakt, po të duash, por problemi qëndron. Unë sapo ta përmenda, BMW-ja ka tërhequr jo më larg se dje, rreth 75.000 mjete ose i ka lajmëruar sepse ekziston rreziku i djegjes. E kam lexuar vetë këtë lajm. Dhe për mua ishte jo pak shqetësues. Çfarë ndodh realisht për të kaluar edhe në aspektin teknik kur një airbag ka defekt? Shiko, airbagu njëherë është i lidhur ngushtësisht me rripin e sigurisë, dhe ata janë të lidhur me njëri tjetrin. Airbagu keni parasysh pse është prodhuar, pse është ndërtuar. Ai është ndërtuar që të na mbrojë nga një goditje, një përplasje e rrugshme. Sepse ti nuk të arrin të shkosh te timoni, ose pasagjerin nuk e lë të vejë deri tek kroskoti ose të kaloj xhamin. Pra që në këtu, nëse nuk funksionon airbagët, ti je i sigurt që dëmtimet e personave që janë në këtë përplasje do të kenë dëmtime të rënda. Edhe në aksidente të lehta? Shkak direkt. Si? Edhe në aksidente të lehta? Shiko, nuk e përcaktojmë dot rigorozisht se sa dëmtime mund të marrësh në përplasje, por kam parasysh një gjë, që ai, domethënë elementi që lajmëron airbagun se jam në një përplasje, jetë ka një kohë shumë të shkurtër dhe menjëherë ai takohet dhe sidomos mjetet moderne sot kanë disa airbag dhe na lidhin edhe nga pjesë të tjera të trupit. Kështu që janë bërë të domosdoshëm. A përbën mungesa e informacionit të plot një cënim të së drejtës së konsumatorit në këtë rast shoferëve që udhëtojnë? Tani, informacioni jepet në të gjitha format
dhe mua më pëlqeu ajo pjesë që edhe Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor e ka marrë me seriozitet këtë punë dhe ndoshta i ka lajmëruar ata përdoruesit e këtyre mjeteve ose poseduesit e këtyre mjeteve. Pastaj sa njerëzit janë vetë të ndërgjegjshëm është problem vetë, nuk besoj se mban tjetër përgjegjësi. Zoti Dashu, ne shohim që kemi kontrollin teknik vjetor, më saktë është bërë çdo 2 vite, që shpeshherë kalojnë edhe pa lehtësira këta makina, këto automjete. Ne kemi parë, duhet thënë, që ekzistojnë shumë rrugë edhe në mënyrë informale për të kaluar me to edhe me një pagesë modeste që bëhet tek teknikët. Po sa e rrezikshme është kjo në afat gjatë? Kjo është gjithmonë zgjedhje personale drejtuesve të mjeteve, të cilët e shikojnë si rrugën më të lehtë, por nuk e dinë që gjendja teknike e mjetit është ajo kryesorja, të cilat në çdo rast mund të bëhet problem edhe të ketë pasoja shumë të rënda. Ky është problem personal, këtu nuk flitet për 1, 2, 3 ose 10 veta. Unë nga ana e kontrollit teknik do të kërkoja për shembull më shumë përgjegjësi për kontrollin e gomave, që është një nga pjesët më të rëndësishme të automjetit dhe një lloj, si ta them unë, mbyllje syri për këtë aspekt nuk më duket serioze. Dhe një pyetje të fundit, zoti Hasho, pa ju humbur shumë kohë, po mbrohet më shumë imazhi i markave të caktuara se sa jeta e qytetarëve? Shiko, unë mendoj se markat e caktuara me këtë lloj informacioni që japin tregojnë edhe kredibilitet, tregojnë edhe se janë serioz. Dhe në këtë pikpamje unë do të thoshja vetë lajmërimi, vetë marrja e Drejtorisë së Shërbimeve të Transportit Rrugor, pjesë në këtë ndërmarrje mua më duket seriozitet. Pastaj njerëzit vetë janë ata që vendosin fundfare. Si ekspert, cilat janë këshillat tuaja? Këshilla ime është që në çdo moment që marrim të tillë informacion, duhet paraqitemi sa më shpejt pranë atij servisit të prodhuesit për ta parë ata se i kanë gjitha mjetet dhe për të verifikuar vërtetësinë e lajmit. Zoti Hasho, faleminderit shumë që ishit me ne, faleminderit shumë për këshillat tuaja dhe faleminderit shumë që jeni disponueshëm sa herë që të gjitha audienca apo dhe gjithë njerëzit kanë nevojë. Faleminderit juve.